Ambasada amerikane ka sqaruar urdhrin e dhënë nga presidenti Donald Trump lidhur me pezullimin e vizave për emigrantët në 75 vende të botës, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Selia diplomatike e Shteteve të Bashkuara në Tiranë me anë të një njoftimi zyrtar sqaron se pezullimi ka të bëjë vetëm me çndrimet afatgjata dhe jo me udhëtime turistike apo studentore. Aplikantët për vizë emigrimi që janë shtetas të vendeve të prekura mund të dorëzojnë aplikimet për vizë dhe të marrin pjesë në intervista, dhe departamenti do të vazhdojë të caktojë takime për aplikantët, por gjatë kësaj periudhe pezullimi nuk do të ulshohen viza emigrimi këtyre shtetasve. Gjithashtu ambasada shpjegon se çdo vizë emigrimi e dhënë nuk do t'u hiqet shtetasve që tashmë i kanë marrë. Jo, ky pezullim zbatohet vetëm për aplikantët e vizave emigruese. Viza turistike janë viza jo emigruese. Asnjë vizë emigrimi nuk është hequr si pjesë e këtij udhëzimi. Për pyetje që lidhen me hyrjen në Shtetet e Bashkuara, ju referojmë te Departamenti i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara. Më herët pati reagim edhe ministria e jashtme Elisa Spiropali, e cila shpjegoi se ky urdhër nuk shigjeton Shqipërinë, por vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i migracionit. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s, kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar, por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, po për një rishqyrtim lidhur me procesimin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet përpunimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Pra shkurt dhe thjesht, vendimi nuk ka të bëjë asgjikundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Shtëpia e Bardhë deklaroi se ndalimi i përpunimit të vizave për emigrantët nga administrata Trump do të nisë prej 21 janarit dhe do të jetë në fuqi derisa SBA të sigurohet që emigrantët që vijnë nga këto vende nuk do të bëhen barë publike ose nuk do të nxjerrin pasuri nga taksapaguesit amerikan.